Jemi së bashku drejt për së drejti në Sot Live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Pa mburkoj një me disa prej zhvillimeve kryesore. Indjek. Edhe pas hyrjes në fuqi të anëpushimit 12 orësh, Irani nuk i ndali sulmet në Izraeli duke lëshuar raketa në pjesën veriore. Ushtria izraelite ka njoftuar se kisha aktivizuar sistemet mbrojtëse dhe tha se do t'i përgjigjet çdo sulmi. Sa po konfirmoi hyrjen në fuqi të anëpushimit mes Iranit dhe Izraelit, presidenti amerikan Trump u bëri thirrje palëve të mos e shkelin. Anëpushimi u përshëndet edhe nga liderët të Bashkimit Evropian. Sot në Hag mbahet samiti i NATO-s. Në Holand ka nisur samiti i NATO-s që do të zgjasë 2 ditë. Kryefjala e këtij takimi do të jetë kërkesa e Washingtonit për të rritur borxhet e mbrojtjes në 5% të GDP-s. Merr pjesë edhe Rama. Shqipëria pritet të kryesojë samitin për herë të parë në vitin 2027. Mbi 600 kuti janë rinumëruar në qarkun e Tiranës dhe deri tani rezulton se Partia Demokratike, e cila e kërkoi këtë proces nën pretendimet për manipulim, ka më shumë vota të pamerituara se socialistë. Një tërmet me magnitudë 4.4 të shkallës Richter u regjistruar në orën 5 të mëngjesit në Shqipëri. Thellësia e tërmetit ishte 5 km, ndërsa u regjistruan dhe disa pasgoditje. Deri tani nuk ka raportime për dëme materiale. Rreth 27.000 maturant do të testohen deri në orën 12:30 në lëndët me zgjedhje. Ky testim përmbyll dhe procesin e maturës shtetërore për këtë vit, duke u hapur rrugë maturantëve të nisin rrugën drejt arsimit të lartë. Porto dhe Al Ahly barazuan 4-4 në një ndeshje të çmendur, por pa çka spektakli të dyja skuadrat janë të eliminuara. Grupi A në Kupën e Botës për klube mbyllet me Palmeiras dhe Inter Miami me nga 5 pikë.